Edhe në prezencë lovë temë kanë bra babën në prezencë të ati dërimit. Ka qenë djallë hastariti vëlla s'ka pas, edhe e kanë bra babën. S'po nja 5 herë, në ka ra milion kacinjat ka e kanë qelë vorën edhe më tërhijek më shef, derisa kanë kalu kolonat të serbëve, që bëshit patrullimet të regullta në të zonë. Në një ofenziv, tash s'po kujtohet se ka pas shumë ofenziva, në fshatin të shilë që një fshatin Kopiljeq, komplet në pjesën tonë. Edhe i kanë marrë këtë familjarët dhe i kanë nisë për nisë për rrugë me i qunë në Shqipëria që për divën, ka kanë menu serbët. Edhe, kur i në këthy familjarët, i kanë lanë, në një moment i kanë lanë vetën familjarët, i kanë lanë këtë fshatin, kanë etë serbët, i në largu prej zonës, familjarët të në këthy në shpe. Kërë në këthy në shpe, shpia të djegën e komplet, baktia, ushqimi, komplet ka qenë e djegne, edhe dikon najnë akon, dikon ofër 50 familjarët komplet atë lodgjës tonë. 4-5 shpijë në akon, dikon 50 familjarët, dikon gra, thmi, pleq, një ndërma të rritë, po i me thonë pejtë moshës madhore, kon baba jem, edhe e kon pas vlavën 12 vjeqarë, edhe një djali i tagjës, edhe e kon dikon 14 vjeqarë. Vlavë kon Valmir Shalja, a djali i tagjës e kon Dorim Shalja. Edhe tash, kërë në këthyja të mrena, e kena pos, o kon në ndërtes, na i thëjmë kulla, prej guri, vetë me qaj e ka pështu pa vdjeg. Edhe komplet, i në orë serbë, në këthuj prap, i kanë marrë komplet familjarët, i kanë shtinë qëtë kullën që thëjmë na, ofër 50 familjarë kretë grathë mi në kom, edhe ja kanë shelë derën me qelës. Edhe ata për frike kanë menu që dojnë me kallë edhe qëtë objekt që metë edhe baba jem u konë në bërë temin shpia e djekt nuk i ka vrejtë sërbë kërën hi. Vëlla Valmir edhe Durimi në konë një pjesë tjetër të shpis edhe ta në metë jashtë. Në më kërën hi sërbë, familjarë tjerë i kanë morë, këta në metë jashtë në bërë. Edhe tash sërbë i kanë morë vëllën të në Valmir në qëtë Durimin, i kanë morë si mburuj për vedi, i kanë qitë për para, edhe baba konë një distancë pak më larkë prej tyne, edhe në prezencë lovë temë kanë bra babën në prezencë ati Durimit. Baba jem ka qenë 48 vjeqarë, ka qenë djallë hastariti vëlla s'ka pas, edhe e kanë bra babën, na jenë akon në mali, në akon në përpika, tu mënu me mbrojt, tu mënu me luftu. Edhe në lojmen, edhe mos i kanë vra babën, sërbë të në tërhek, ju nikë për jetë hujtë. Edhe vëllavi janë Valmir edhe Durimin këthy, ju në hi në atë kullën që e përmena, edhe ja kanë qelë derën familjarë dhe i ndalë krejt jashtë. Edhe i kanë të regu normal nëmë stemë motrave, që komplet familjarëve që babën e vrajten. Po prapë sërbë, për një distancë kanë fillu me gjujtë ato në bërë. Edhe tash këta komplet nuk kanë pos mundësi as me shku të baba jem mi po këfëmën apo mi po anë gjallë, apo ashtë vëra, kanë ikë arav të i gjunë në stëp serbë dhe kanë deri sa i në ardhë në fshatin të shilë. Pak pa ardhë në fshatin të shilë, na dëgjumë krizmat më loja, me disa ushtarë që përmena që si na do në asë një moment gjatë luftës, duke i pam të arav të ikë, i kena dalë për para, edhe motra, nauna, të kojt, fëmija, tjerë, komplet familjarët, jo veç familjes temë, për tonë të kojt, edhe po më tregojnë që e kanë vra babën. Familjarët i kena qënë të shilë, na e na këthy, kena tentu mu afru me hinë fshatët të me këshyrë për fatin e babës temë, nuk kena mujtë me hinë shkaku i sulmeve, gjujtjes për një distancë, se ka pos në konë shumë venat vendosin në sërbë, dhe shtu që e konë pa mëjshme me hi, na s'po me uniforme, me armatim, po konë pa mëjshme. S'po konë zënë e hapën, si s'ka pos më mbrojt e kërka. Edhe kështu që e kemi lonë deri sa oro terri, kër oro terri, jemi të bu krejt, mu i me thonë, mashqit e logjes tonë, që ajnë kushtarë dhe që asin kushtarë, i falenderojt gjithë publikisht, i në ardhë me mu, i në shku e kena marrë babën,
të vdekun, edhe kena qu të vorët, kena mendu me varros qatë natë. Po prap, s'kena mujtë me varros, levizje, ka pas levizje të mloja të kolona, se varresat i kemi ofër rrugës kryesore, dhe kështu që ka pas levizje të mloja të forcave serbe, dhe s'kena mujtë me varros. Edhe atë natë e kemi lonë një shpit në Kojshiri, një shpit djegne, e kemi lonë ato babën tem, jemi këtu të familjartë, të nesme ndikun ka ora 12, jemi mobilizu, disa i ndalin vendos kanë boroje, disa kemi hapë varën për me varros babën, besoj që s'pakun nja 5 herë, në ka ra 1.400.000 ka e kanë qelë vorën, edhe më të rjek, më shef, derisa kanë kalu kolonat të serve, që bëshin patrullimet të regullta në të zonë. Me në fund ja këna arrit, e këna varros, qësh këna mujtë në atë ko, me disa drasat kësia, me disa, e këna varros babën tam, edhe 3 mujtë ditë, ma në lagje tonë nuk ka pas njeri që ka mujtë me hi. Tani i në vendos forcat serbe në lagje. Jo veç nga distanca që ka ne, pa tani i në vendos në lagje, deri sa ka përfundu lufta, dhe më forcat serbe në kom vendos në lagje tonë. Edhe na mos kem pas qasje, s'kem mujtë me njës në lagje, edhe pëse s'kem pas që nga himë, se s'ka pas as kur gjatë, që me ona ka pështu diçka jo. Edhe pas një kohë, erë përfundimi luftës, o mo marrveshja e armëpushimit, është mo një marrveshjen të armëpushimit me forcat serbe. Në atë kohë na rujt veç, me rujt në farloj sigurie, mos më vra, me rujt familjen, s'kan dërmorë serb në atë kohë fort ofenziva, ti ma bone një pyetje që është përjetu Velerin. E kom përjetu me shumë gzim të madhë, me shumë mërzit madhe, e kom ditë që më pret një sakrificë, e pas luftës, 7 motra, 3 vllazni, nana, gjyshja, shtëpia shkatrume, çdo gjë kom, jo të zero, për në shtaner të zero, unë jam po 24 vjeqare, kështu që më ka dasht me fillu jetën, pa kry familjarin, pa përkraje, tas një mashtë, shpesë vllazët i kom pas shumë të vogël, i kom 3, motra të ashtu, po, fatëbarsisht ja kom dalë, me ndërtu shpinë, ja kom dalë, me shkollu motrat vllaznit, me i rrit, me kriju familjen, me zhvillu familjen, sot është në rregull gjithçka. Kom pas përkrajen e nanës, përkrajen e motrav, vllaznit, tani u martu, kom kriju familje, kom pas përkrajen e grus, të mos çdo sen pas lufte ka shku mirë, po periodat e luftës, vujtjet, mërzit ato, janë sanë që s'harrohen kur.